Audio Jungle. Përshëndetje, shikues të dashur të ditës me ne dhe televizionit DTV Media, po takohem edhe sot sërish me mua Diorën, e sot do të flasim pikërisht për një ndërçmimet në ndërfilmat, po themi, që po bëjnë bujë të madhe e që vim pikërisht nga kinematografia jonë shqiptare. Është kurorzuar kështu me 13 çmime ndërkombëtare, filmi Aroma e Trëndafilit të Kuq nga regjisori Aurel Naçi, të cilin ne sot e kemi në lidhje direkte dhe në pamundësi se ta kemi në studio, për arsye se Aurelin e kemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ai jeton dhe vepron. Faleminderit shumë fillimisht zoti Naçi që gjetët kohë sot për kundër edhe angazhimeve dhe punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Spari, ndoshta më pyet se e di që atje jeni pak më mbrapa se ne dhe ju ka ra pak me u zgju ma herët edhe e çmojmë shumë edhe këtë sakrificë që e keni bërë sot për neve. Jo, orari është tamam, është orar pune, në fakt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kështu jemi detyruar të jemi të zgjuar, kemi angazhime. Kështu që keni rutina të zgjoheni herët. Edhe me nëzon ndoshta ditën. Po flasim pikërisht ndoshta për filmin Aroma e Trëndafilit të Kuq, ndoshta mundeni me na elaboru pak se nga erdhi deri tek ideja për ta bërë një film të tillë, sepse e dim që sidomos në shoqërinë tonë, por edhe në gjithë kinematografinë shqiptare mungojnë filma të tillë. Ka qenë një subjekt që gjithmonë më ka intriguar për ta sjellë në film. Është ajo vija e hollë që ndan miqsinë dhe ndjenjen, dhe kjo është një subjekt që ndodh shpesh në jetën e përditshme, na ndodh ne, ndodh kujdo. Dhe kjo është dëshira ime për ta sjellë këtë subjekt nëpërmjet dy vajzave. Është një realizim ndryshe nga ajo çfarë jemi mësuar të shohim në kinematografinë shqiptare, por besoj se arti ka larmishmëri dhe ka portat e hapura për çdo lloj teme, ndaj dhe unë kisha dëshirë të sinja diçka ndryshe. Diçka ndryshe, pikërisht ajo që e bën ndoshta akoma më unike edhe krejt eksperiencën. Ne po dojmë ditë ndoshta edhe sa i përket xhirimeve, sa ka zgjat ndoshta të realizimi i filmit, duke qenë se ju, siç e përmenda edhe më herët, jeni në SBA dhe ndoshta ka qenë edhe ndoshta një punë akoma më e lodhshme edhe për juve edhe për ata që kanë punuar drejt filmit. Patjetër, ka qenë punë e lodhshme, por dhe një eksperiencë e bukur. Ne kemi xhiruar për një afat kohor brenda 5 ditësh. Jemi fokusuar në disa qytete në Shqipëri, kemi nisur në fillim me qytetin e Tiranës, kemi xhiruar, më pas jemi zhvendosur në qytetin e Korçës, dhe më pas jemi zhvendosur në jug të Shqipërisë, aty ku kemi dhe revjerën e bukur, kemi xhiruar në Dërmi, në Himarë. Kanë qenë ditë intensive xhirime, po dhe vërtet të bukura. Gjithçka ka qenë e realizuar mirë, nuk kemi patur probleme gjatë xhirimit. Për disa gjëra shumë të vogla, mungesën e infrastrukturës patjetër ka sjellë vështirësi, por kjo nuk e ka penguar realizimin gjithsesi. Cilat kanë qenë ndoshta momentet, sepse i përmendet që kanë qenë 5 ditë intenziva, ndonjë moment që kujtoni më shumë edhe pse jo edhe ndonjë sfidë apo problematikë që i keni hasur, ose ndonjë moment qoftë qesharak, ashtu që ju ka mbetë në mendje dhe do ta kujtoni për gjithmonë ndoshta nga filmi. Po, të thuash qesharak, patjetër është qesharak, po ne jemi mësuar, kishim mungesë të energjisë elektrike në vendet ku xhironim dhe ishim të detyruar të sillnim projektorë që ishin ekstra për ndriçim. Sepse unë mendoja kisha llogaritur që kishim në ndriçimin e rrugëve natën, po për fat të keq, realiteti në Shqipëri mungesa e energjisë elektrike është diçka që lë për të dëshiruar. Kjo është e vetmja sfidë, e vetmja vështirësi, gjithsesi ne arritëm ta realizonim. Po, ndoshta sa i përket realizimit të një filmi dhe me dalë kaq i suksesshëm, duhet me qenë edhe në harmoni edhe stafi, qoftë edhe trupa e aktorëve, sa kanë qenë ndoshta bashkëpunues edhe me juve, ose sa keni qenë edhe ju dhe anasjellta ndoshta bashkëpunues edhe me stafin, me aktorët, sepse vlen të ceket që janë edhe 2 protagoniste gra, vajza. Po,
unë kam punuar me një staf të mrekullueshëm, me një staf që ka dëshirë dhe pasion për art, dhe kjo i ka thyer ato barierat për të realizuar filmin, dhe kemi realizuar me dëshirën më të madhe, me përkushtimin më të madh. Dy aktore kryesore, Giulia Musagali dhe Engi Cuku, të cilat tashmë janë aktore të njohura për vendin tonë, njiheshin më përpara dhe kjo e bëri më të lehtë e mundsovi më mirë realizimin e filmit, sepse të dyja kanë një kimi aktrimi dhe kjo i bëri si thua e zbutja të vështirësinë që unë mendoja që mund të ishte gjatë realizimit. Vajzat e përqyen skenarin, e përqyen subjektin, është një subjekt shumë i bukur, ka një gjuhë letrare, një gjuhë metaforike, është sjell në mënyrë shumë të bukur. Filmi është si një poezi. Mua më ka pëlqyer gjithmonë arti që ngacmon botën shpirtërore të brendshme, po dhe arti sjell në mënyrë letrare. Më ka pëlqyer gjithmonë arti i të mëdhenjve të kinematografisë, si Fellini, Tarkovsky dhe me radhë. Dhe vajzave ka pëlqyer shumë si skenar dhe kanë pranuar pa problem për të sjellë karakteret në jetë, për të realizuar filmin. Po, ndoshta mundeni me na tregu zotë Naqe edhe si është prit edhe nga rrethi, sepse ndoshta janë tema pak më delikate që keni zgjedhur edhe ju që ti trajtoni, por që ekzistojnë edhe kanë ekzistuar gjithmona, nuk është diçka risi ndoshta në shoqërinë tonë, edhe pse ndoshta ne tentojmë ti marrim si tabu, po theme se si të mirëqena, por që kanë ekzistuar gjithmonë dhe pikërisht keni ndërmarrë këtë hapjen e guximshëm që me sjell edhe një film. Si e ka prit ndoshta shoqëria shqiptare, ose si e keni ndjetë ju që e ka pritur shoqëria shqiptare, duke qenë edhe pak më larg ndoshta. Po, më leo të them diçka. Ne jemi mësuar gjithmonë që kinematografia, nga që na është serviru, na sjell nga shteti nëpërmjet propagandës ideologjike dhe gjithmonë është parë si diçka edukative dhe çdo gjë ishte nuk e lejoheshe puthja, nuk lejoheshe çifte, domethënë gjithçka ishte ngujuar. Dhe kjo e ka shkëputur tek njerëzit atë ide në konceptin e artit të lirë, artit të mirëfillt. Arti duhet të ketë lirë, nuk duhet të ketë ideologji brenda, nuk duhet të jetë i diktuar. Prandaj dhe njerëzit e kanë gjykuar kur e kanë parë trailerin më shumë se sa e kanë kuptuar në thelb. Megjithëse asnjë nuk e ka parë filmin, për sa i përket publikut shqiptar, do ta sjell për herë të parë për miqtë e mi, për kolegët, për stafin që punoi, do ta sjell premierën e filmit në Tiranë. Dhe kjo është e gjitha arsyeja. Tani për sa i përket këto temave tabu, kjo nuk e kuptoj pse trajtojnë gjëra tabu, sepse ne jetojmë në shoqëri të lirë demokratike, gjërat kanë ndryshuar, madje tek formatet e tjera televizive ne shikojmë dhe njerëz që sjellin shfaqje të ndryshme, ndërsa kjo është thjesht art dhe është në krahasim me ato çfarë sjellin formatet e tjera televizive, është diçka e bukur, është diçka e pastër dhe është diçka që duhet të shihet. Dhe filmi ka një gjë të bukur, ka dhe një mesazh të bukur në fund. Filmi jep dhe forcë femrës. Unë e kam arsyen që e kam sjellë nëpërmjet dy vajzave. Po këtë ta shpjegoj kur ta sjell gjatë prezantimit të premierës gjithashtu. Por është pritur mirë, nga kolegët e mi, njerëz që merren me artin, kuptohet, jo të gjithë mund të kuptojnë, sepse njerëzit kanë përshtypime të ndryshme, por nga ajo pjesë, nga ajo elitë e vogël, rrethi im i vogël miqësor që kam, që njerëz që merren me art, e kam pëlqyer shumë dhe e presin me padurim për ata që jetojnë në Tiranë ta shohin. Po, do se mundemi me zbulu edhe datën e premierës që do të bëhet më 5 prill, nëse nuk gabojmë. Më 5 prill në Kinema Millennium, po ne kemi shpërndar ftesa, gjithçka është e mbyllur më tashmë, presim median për t'i dërguar një si kujtesë. Nga java tjetër unë do t'i dërgoj përsëri një si kujtesë, të gjithë media do t'i ftoj të jenë të pranishme gjatë premierës gjithashtu. Patjetër, edhe pikërisht ndoshta edhe shqiptarët nga Kosova munden me ardhe pse jo me qenë pjesë e premierës apo datave të tjera kur do që është mandej edhe në kinema në orare të caktuara. Po, do vinë nga Kosova, kam miq, kolegë që jetojnë në Kosovë, do vinë nga Kosova, do vinë nga Maqedonia, dhe kjo vërtet më gëzon sepse përveç se do të kalojmë çaste të këndshme bashkë, do shkëmbejmë dhe ide për artin. Unë jam në fazat e përfundimeve të skenarit, dua të sjell dhe një film me metrazh të gjatë që ka të bëjë shumë me kulturën shqiptare, do të sjell atë kinema që ne na ka munguar për vitesh, kinemaja klasike, ajo shija e bukur e kinemas klasike,
po pa ideologjinë e sistemit komunist, po thjesht në sytë e të rinjve. Pra duhet të cilat e kornizë artistike që na dhuroheshin më përpara nëpër filmat. Ndaj e pres me padurim jo vetëm për premierën e filmit, por dhe ta prezantoj si ide mes miqtë e kolegësh për ta realizuar gjithashtu. Po, me gjithë se folëm pak se se kam prit në shoqërinë shqiptare, ne dim që faktikisht filmi Aroma e Trëndafilit të Kuq ka marrë 13 çmime ndërkombëtare. A e keni pritur ju këtë sukses kaq të jashtëzakonshëm ndoshta, sepse po flasim për 13 çmime të cilat janë jo në vendin tonë, po ndërkombëtare të huaja dhe ndoshta po në festivale ndërkombëtare. Si ishte ndoshta ky lajmi qoftë edhe për të qenë të nominuar, po më pastaj edhe për t'i rrëmbyer këto çmime? A e keni pritur ndoshta këtë sukses apo ka qenë ndoshta larg gjitha pritshmërive? Filmi ka marrë 13 çmime dhe 5 nominime në festivalet. Jemi përballur një garë të vështirë ndërkombëtare. Tani regjizori e sheh suksesin e një filmi në momentin kur lexon skenarin dhe unë kisha dëshirë ta sinja këtë skenar sepse pash vërtet diçka të bukur, pash diçka që ju përket të gjithëve dhe njerëzit e pëlqejnë këtë lloj arti kur shfaqet bota e brendshme shpirtërore, njerëzit e pëlqejnë këtë lloj qasje. Dhe unë e pash suksesin që në momentin kur e përfundova skenarin, më pëlqeu subjekti, mënyra dhe e prisnja rezultatet që t'jemi sinqert, por pati sukses sepse dhe realizimi është vërtet i bëri bukur për zgjedhja e lokacioneve që kam zgjedhur bashkë me drejtorin e fotografisë. Shqipëria ofron lokacione mrekullueshme, njerëzit u mahnitën nga Riviera shqiptare. Disa mendoni se që Riviera franceze, jo thash që është Riviera shqiptare dhe ky është edhe një rast i mirë për të bërë dhe një farë publiciteti vendit tonë, për të sjellë dhe turizmin në vendin tonë, për të sjellë dhe produksione të huaja për të xhiruar në vendin tonë. Dhe vërtet më ka ardhur mirë, por disi e kam pritur suksesin. Gjithçka mund të ndodhë, se garazhe e vështire, ti përballesh me produksione të fuqishme që kanë edhe kushte të mira ekonomike, kushte të mira për të xhiruar, po kanë dhe anën financiare për marketingun, ndërsa për fat keq ne na mungonin këto gjëra dhe gjithçka është bërë me forcat e mia në mënyrë independente, na ka munguar marketingu dhe ky është sukses për mua. Do të thënë pjesëmarrja në mbi 20 festivale me 13 çmime dhe 5 nominime pa marketing është sukses dhe më vjen mirë dhe është vlerësim jo vetëm për mua, po dhe për të gjithë stafin që punoj për ta realizuar këtë. Patjetër. Po pse mendoni zoti Naçi që nuk mbështeten aq sa duhen, sidomos ndoshta sepse ekziston edhe një fjalë që ne ndoshta me njëri tjetrin jemi më pak të dashur se sa që jemi me njerëz të huaj dhe mandej pikërisht kur e shohin këtë suksesin e juaj nëpër botë, atëherë ndoshta është ai momenti kur edhe fillojnë edhe me ju mbështet edhe juve. Pse hezitojmë ndoshta me mbështet njëri tjetrin, sidomos kur është puna për artin, për kulturën në përgjithësi? Problemi nuk është thjesht tek njerëzit, por problemi është vjen te kultura e vendit tonë, që nga Ministria e Kulturës, që nga Qendra Kinematografike. Kam qenë në pjesëmarrës të festivale filmash dhe nuk kam parë asnjë mbështetje, madje asnjë artikull të shkruar nga Qendra Kinematografike që mes filmave të tjerë po garon dhe ky film independent, prodhim shqiptar, i xhiruar në Shqipëri që po përballet në festivale ndërkombëtare. Pra askush nuk të mbështet, megjithse ne kemi marrë edhe çmime, të gjithë thonë ndjehemi krenar kur merr çmim dhe kur kthehesh, por kur je në fazat e para ti nuk ke absolutisht asgjë. Madje edhe tani në çmimet nuk kam parë asnjë reagim dhe premierën e kam më zhdashur të paguaj nga xhepi për kinemanë, nuk kam pasur mbështetjen për ta sjellë për publikun shqiptar. Për fat të keq ky është realiteti, por gjithsesi ne kemi pasion artin dhe do mundohemi me sakrificë, me shpirt për të sjellë diçka të bukur gjithmonë për publikun. Pa mbështetjen, qoftë edhe pa mbështetjen e Ministrisë së Kulturës apo e njerëzve të tjerë. Megjithse ne urojmë edhe besojmë që pas tërë këtij suksesi të gjeni edhe ndonjë urdhëlise dhe ndonjë urdhë bashkëpunimi, pse jo dhe me institucionet që faktikisht është dashur t'ju mbështesin qoftë financiarisht, por pse jo edhe t'jenë pranë juve, atëherë kur do, kështu që urojmë që në iniciativa të tjera të jenë aty për ta përkrahur artin edhe kinematografinë shqiptare, që i kemi jashtëzakonisht të suksesshme dhe që kemi njerëz kaq kreativ,
po themi, sa jeni edhe jo. Kështu që urojmë që ndonjë të ardhme të kemi vedije pak më të lartë sa i përket edhe kulturës. Po ndalemi ndoshta edhe pikërisht tek, sepse përmendet edhe Rivierën shqiptare që për shumicën tha që kanë supozu që e kanë gatrua me Rivierën franceze. Është vërtet e bukur, është vërtet e bukur. Që ndoshta edhe këtë vetë presim edhe ma shumë turista. Besoj, po unë presim dhe produksionet të huaja, gjithmonë produksionet atraksojnë nga bukuria në Ballkanin në përgjithësi, Shqipëri, Kosovë, Malizi ofrojnë lokacione vërtet të bukura. Dhe është momenti që ne ta selim atë të bukurën tek syri i të huajve. Pse jo dhe të bëhemi krenar, pavarësisht se nuk jemi në gjendjen ekonomike dhe në kushtet që janë vendet fqinje, por dhe ne kemi atë dashurin tonë për artin, kemi dashurin për të nxjerrë të bukurën për te kufive. Patjetër, meqense edhe viteve të fundit, Shqipëria është destinacion, ndoshta siç kanë thonë edhe mediat, duket kanë qenë media gjermane këto të fundit që e kanë listuar në top destinacione, sidomos për verën 2025. Po ndalemi ndoshta tek festivalet që i përmendet zoti Naçi, ndoshta mundesh më na përmend disa prej tyre si dhe eksperiencën edhe përvojën. Patjetër, po e nisë me festivalin akademik të Torontos, një eksperiencë vërtet e bukur, një vend që e do artin shumë dhe ishte një organizim madhështor. Aty mes konkurrencës së madhe, po themi mbi 8.000 aplikantë, kemi hyrë me nominim, jemi nominuar për Best Drama dhe kemi fituar çmim të parë. Ka qenë një eksperiencë vërtet e bukur për mua. Orët ishin të vona dhe unë bëja telefonata produksionit dhe stafit që jetonte në Shqipëri dhe edhe megjithëse ishin orë të vona, mia mesazhe se morën çmimin e parë. Pra ishte një gëzim i madh që trokiti për ne për ato vështirësi dhe mundi na ishte momenti që të çlo. Dhe është vërtet kënaqësi kur publiku ngrihet më këmbë duar troket për një punë që ti e bën me pasion, me dëshirë, me shpirt. Dhe më pas kemi vazhduar tek festivalet e tjera, kemi fituar çmim në festivalin e 40 në Santa Monica, festival i njohur, Film Crash, i organizuar nga regjizori i njohur Matthew Harrison, regjizori që ka xhiruar dhe filmin Sex and the City, një nga serialet më të famshme atëherë edhe për vendin tonë. Kemi marrë çmim të parë në festivalin independent në Vjenë të Austrisë, kemi marrë çmim të parë në Venice, në Kalifornia, një vend i vogël, por një vend shumë dashamirës për kulturën. Madje aty ku filluan dhe ato fillesat e para se arti të përhapeshe shumë në shtetin e Kalifornisë, sidomos në Los Angeles. Më pas me çmimet kemi marrë në Linderhus, një vend i vogël këtu në New York, ku kemi marrë mes 6 nominimeve, fituam 5 çmime, në një nuk fituam në editimin, ndërsa në të tjerat e fituam në regji, në kinematografi, në kornizë artistike e filmit. Aktoria Angie Tsuku ka fituar Best Actress, unë kam fituar në regji dhe filmi mori Best Drama gjithashtu. Më pas vazhdojmë me çmimet të tjera, kemi marrë në festivalin nordik, kemi fituar 2 çmime, Best Drama dhe Best Actress ka fituar aktoria Angie Tsuku, e cila mbante mesazhin kryesor në film, mbante edhe peshën e filmit. Më pas çmimet kemi qenë të nominuar në festivalin e Hollandës, por nuk kemi fituar. Kemi fituar çmim në festivalin në Portland, që zhvillohet në shtetin e Oregon këtu në New York. Ishim të nominuar për 2 çmime, fituam vetëm një Best International Short. Dhe më pas kemi pasur dhe çmimin e fundit, po e përmend që jam kthyer nga Florida, aty ku isha bashkë me aktoren Angie Tsuku, kemi qenë të pranishëm në festivalin e 40 të filmit në Fort Lauderdale, një festival me peshë që sjell gjithmonë një audicion 40 deri në 60.000 shikues. Aty kemi fituar Best Drama gjithashtu dhe kjo vërtet më bëri kënaq dhe më gëzoi sepse ishte çmimi i fundit përpara se ta sjell të kthehem me premierën në Tiranë për publikun shqiptar. Padyshim një motiv shtesë për me ardhur dhe më të lumtura. Si e kanë prisur sepse përmendet që ndoshta e kanë qenë edhe, nuk e di, ai një njoftues me anë të telefonatave, përmes emailave, apo çish ka qenë kjo kur e keni kuptuar që vetë se i keni rëmby apo keni qenë prezent nëpër festivale, sepse goxha shtete të ndryshme dhe për një kohë të shkurtër ndoshta ka qenë problem edhe me mbërri, po themi, të gjitha festivalet.
Patjetër, unë jam fokusuar vetëm tek festivalet më të rëndësishme ato që kishin më shumë peshë dhe që unë e kisha më të lehtë për t'i ndjekur për shkak të distancës, sepse disa festivale binin paralel me njëra tjetrën. Tani kur të kthejmë pas premierës në Shqipëri, ne jemi në festivalin e 20 që zhvillohet në Karolinën e Jugut, Myrtle Beach International Film Festival, një festival i rëndësishëm me peshë. Po paralel në të njëjtën javë jemi dhe në festivalin që zhvillohet në St. Petersburg, në shtetin e Floridas. Ky është një festival shumë i madh. Unë patjetër do zgjedh të St. Petersburgut, meqense kam dhe distancën, më volet më shumë për të shkuar aty dhe është dhe festival i madh. Pra të dyja janë paralele, gjithmonë konfirmimet vinë me emaile, nganjëherë na i dërgojnë edhe në shtëpi, ka raste çmimet na kanë ardhur në shtëpi, na i kanë dërguar me postë, por shumica e komunikimit kanë qenë nëpërmjet emaileve dhe ai është gëzimi më i madh, sidomos kur zgjohesh në mëngjes dhe shikon emailin që thotë filmi jote është i kualifikuar te ky festival. Ai është gëzim vërtet i madh dhe unë atë ndaj dhe me miq, nëpërmjet mesazheve me stafin, me aktorët. Kush kanë qenë ndoshta të parët që i ke informuar? A kanë qenë pikërisht aktorët e filmit apo kanë qenë familjarët? Aktorët. Si e kanë pritur ato? Aktorët, sepse aktoria jep gjithçka nga shpirti i saj për të veshur karakterin, për të sjellë karakterin në jetë dhe asaj i takon emocioni, i parë, i takon lajmi dhe unë i përcjell gjithmonë me aktorët të parat, i përcjell me stafin dhe familja kuptohet sepse familja na suporton, pa suportin e familjes asgjë nuk mund të realizohet. Por gëzimi i takon gjithmonë atyre që kanë qenë të pranishme, që kanë punuar dhe kanë dhënë me shpirt për të bërë më të mirën për filmin. Po, tërësisht në një vendim i drejta, sepse ndoshta e meritojnë, si që thate dhe jo. Si është të vlerësohesh nga festivale kaq, po themi me renome botërore, sepse e dim që ndoshta pikrisht edhe në qovë ndonjë çmim apo lëvdat që e marrim edhe në vendin tonë, pikrisht na bën që të lumturohemi dhe na nxit akoma më shumë në punën dhe profesionin që e kemi. Po ndoshta këto festivale që i tejkalojnë ndoshta edhe vetë prishmërit tona, ndoshta më na tregu pak ndjenjën dhe si do të ndikoj kjo pikërisht sepse përmendet që në planet të juaja do të jetë edhe një film tjetër, a? Po, patjetër. Tashmë prodhimet shqiptare po çajnë festivale të ndërkombëtare, po ofrohet kvalitet, si në metrazhin e gjatë ashtu dhe metrazhin e shkurtër. Në krahasim këtë 10 vitet e fundit ne kemi dhënë rezultat, si Shqipëria ashtu dhe Kosova. Kam prekur festivale të mëdha. Pra kjo është një shenjë mirë për t'i treguar botës që edhe ne kemi kulturë në kinematografi dhe ne ofrohemi film me kualitet, film me prodhim të mirë. Pavarësisht se gjuha nuk na ndihmon për tregun, sepse anglishtja kuptoj që mbizotron tregun, më pas janë vendet që kanë patur një zhvillim të madh kulturor dhe kanë njëje në kinematografi, siç është gjuha franceze, gjuha italiane, gjuha spanjolle. Ndërsa ne kemi pak të vështirë në tregun e jashtëm për gjuhën, sepse njerëzit nuk janë ambientuar akoma me gjuhën shqipe. Madje unë i vija re në festival, gjatë festivaleve, kur shfaqesh e filmi, disa ju tingëllonte thjesht bënin pyetje njëri me tjetrin, Romania apo Albania, nuk ju tingëllonte sepse nuk ishin të njohur me gjuhën, nuk ishin njohur shumë në kinematografi. Dhe kjo është vetëm barriera, ajo që e bën më shumë të vështirë dhe e bën që njerëzit ndoshta i step për të marrë risk, për të xhiruar film dhe për të dalë në treg. Por unë mendoj që ne duhet ta ngrejmë kinematografinë në vendin tonë. Ne duhet ta sjellim atë prodhim ashtu siç e shohim në Netflix, ato filmat e bukur realizimi, ne duhet t'ia sjellim publikut tonë. Ta ngrejmë kinematografinë tonë, që temat jenë të larmishme dhe ta sjellim publikun në kinema. Kjo është e vetmja mënyrë, sepse tashmë edhe Shqipëria, Kosova, po ne kemi dhe shqiptarët e Maqedonisë që prodhojnë. Pra gjithë kjo është një kontribut dhe ne duhet ta ngrejmë. Madje ne duhet të kemi festivale filmash, po ne duhet të kemi festivalin akademik në fund të vitit, ndarjen e çmimeve për aktorët që kanë luajtur, për prodhimet që kanë marrë pjesë, sepse kjo është dhe inkurajim për të prodhuar më shumë, është dhe inkurajim për studentët që mbarojnë Akademinë e Arteve dhe ata duan të kenë një motiv, duan të kenë diçka shtytje. Dhe mendimi im është që të gjithë duhet të kthehemi, të xhirojmë dhe të kontribuojmë për kinematografinë tonë. Dhe ne të kemi siç është BAFTA që është në fund të vitit që kanë çmimet e tyre, siç e ka Akademia e Filmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Oscar.
dhe ne të kemi atë Oscarin tonë në Shqipëri. Pse jo, urojmë që sa më shpejt ta kemi, një BAFTA tonën, po me gjithse e përmendet që ndoshta një rrezik vjen edhe mundemi me ju pyet se sa ka qenë ndoshta risk edhe për juve që pikërisht filmi të xhirohet në gjuhën shqipe, sepse përmendet disa prej komenteve më të shumta edhe të atyre që kanë pas mundësi me ndjej kanë qenë që nuk e kanë ditë pikërisht se në çfarë gjuhë, ndonse viteve të fundit, kohëve të fundit, po themi edhe gjuha shqipe, po i merr meritat, sidomos që është një prej gjuhëve më të vjetra, por edhe për se sa bukur tingëllon, ne kemi edhe këngëtare që këndojnë shqip, po dhe që kanë shku edhe virale, pikërisht me këngë shqipe. Patjetër, shiko, ne krenohemi sepse vërtet e kemi gjuhën e bukur, po ne duhet ta ngrem kinematografinë shqiptare, duhet të ngrem prodhimet që ne t'ja u impunojmë dhe vendeve të huaja ekzistencën tonë. Po them diçka, po e them shumë shkurt. Të njëjtin problem me gjuhë kanë patur dhe filmat që vinë nga India, prodhimet indiane. Dhe ata çfarë kanë bërë? Kanë ngritur kinematografinë e tyre, kanë ngritur industrinë më të madhe, Bollywood. Dhe Bollywood vjen e dyta pas Hollywoodit në realizimin e filmave. Pse ndodhi kjo? Sepse ata e panë vështirësinë që kishin ata në tregun e jashtëm me gjuhën e tyre. Dhe njerëzit nuk i pëlqejnë, sepse në kulturën amerikane nuk e pëlqejnë ta lexojnë filmin, ata duan ta dëgjojnë, Dhe India për këtë solli mbrapsht të gjithë prodhimet dhe ngriti vetë industrinë në atë mënyrë që tashmë nuk e ka nevojë fare tregun, madje tregut i ofron, i ftojnë aktorët e huaj që të vinë dhe ata tek Bollywoodi. Pra duhet ja imponojmë ekzistencën e kinematografisë shqiptare nëpërmjet prodhimeve, sepse ne kemi prodhime të vakta, numërohen me gishta filma që realizohen në vit. Po, ndoshta mundemi të flasim, sepse jemi drejt edhe minutave të fundit dhe pa dashur t'ju marrim edhe juve më shumë kohë. Si e vlerëson ndoshta kinematografinë shqiptare pikërisht në ditët ku jemi, sepse e dim që ndoshta kanë marrë edhe është bërë një lloj trendi, sidomos edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë, që faktikisht po bëhen filma. Ndoshta si e vlerësoni në sytë e ekspertët, si regjisor me përvojë shumë vjeçare, to filmat e fundit, sidomos që po na vinë? Po, prodhime ka dëshirë, ka dëshirë për të realizuar film, ka dëshirë dhe kureshtje nga publiku shqiptar për të parë prodhim shqiptar gjithashtu. Prodhohen brenda mundësive, sipas mënyrës, sipas konceptit vetë, ashtu siç e konceptojnë artin, prodhime ka dhe duhen përkrahur. Dhe unë inkurajoj edhe përkrah çdo që mundohet për të realizuar një film, sepse e kuptoj vetë vështirësitë për të realizuar një film. Por mendoj se ne duhet jemi më të larmishëm për sa i përket temave. Ne duhet janë akoma zhanra që nuk i kemi prekur akoma. Ne kemi thrillerin, kemi horrorin, kemi zhanrin musical, romance. Pra duhet të sjellim dhe zhanra të tjera përveç atyre që fokusohemi më shumë tek komedia. Dhe komedia nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, po duhet... Po them, ndoshta filmat që po i shohim së fundmi janë pikërisht ndoshta me zhandër, po anojnë më shumë ka komedia dhe drama ndoshta po lihen pak më anash. Po drama është suspense dhe është një zhanër shumë i bukur për të punuar suspense. Filmat biografik, ne nuk kemi asnjë film biografik kohët e fundit. Pra, duhet të lëvrojmë në çdo lloj zhanri, duhet kemi larmishmëri. Dhe nuk i vë faj sepse kemi dhe mungesën e skenarisëve. Nëse nuk e shkruan vetë skenarin, është shumë e vështirë të marrësh një skenar të mirëfillt për të xhiruar një film. Unë detyrohem të shkruaj vetë skenaret, sepse nuk ka një skenarist që të sjellë diçka, të sjellë një novelë të bukur, një romans të bukur. Unë nuk di kohët e fundit të kem lexuar një libër që them vërtet, ky roman është në nivelin e romanit të Milan Kunderës apo e romaneve klasike të rusëve për ta sjellë në film. Pra ne na mungon prodhimi, lëndë e parë, skenaristët që të japin frymëzimin, të përcjellin tek regjizori atë frymëzimin për të sjellë filmin. Prandaj është një zinxhir që step e mban pak të mbyllur dhe realizimit, por gjithsesi secili përpiqet besoj sipas mënyrës së vet, konceptit të vet, dhe do bëjmë me aq sa kemi mundësi. Patjetër. Ndoshta edhe për fund, sa jeni entuziast të ktheheni për premierën e filmit që do të bëhet në prill, apo ndoshta vullneti është hala më i madh dhe motivi është ndruar, ndoshta hala më i madh se që ishte për me ardhur dhe me pru filmin, pse jo edhe në Shqipëri, po ndoshta edhe në Kosovë.
Po, nëse më jepet mundësia, nëse më ofrohet mundësia për ta sjellë në Kosovë, unë ta sjell sepse nuk e kam mundësinë financiare për të paguar kineman për ta sjellë në Kosovë, pra duhet edhe ndihma. Po gjithsesi do ta sjell në Shqipëri sepse në radh parë ta sjell për stafin që punoj, sepse unë kohën e kisha të reduktuar dhe nuk i hapa premier përpara se të kthehesha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga aktorët nuk e ka parë akoma filmin, Giulia, pra emocionet ju përkesin atyre. Kështu që do e shoh për herë të parë, a? Po, Giulia do ta shoh për herë të parë, një pjesë e stafit nuk e ka parë që punon, thjesht punon, por nuk e kanë parë të përfunduar filmin. Që kështu emocionet ju përkasin atyre. Unë i mora emocionet tek festivalet dhe kur të kthehem nga premiera prapë tek festivalet do shkoj. Pra unë aty marr emocionet tek festivalet, ndërsa këto emocionet tek premierës i përket stafit që punoi, aktorëve dhe asaj pjesës dhe atyre njerëzve që më ndihmuan për të realizuar filmin. Po, i falenderoj shumë edhe njëherë zoti Naçi që keni qenë sot me neve dhe që ndajte dhe përvojën e juaj si regjisor, po ashtu edhe suksesin e jashtëzakonshëm me filmin e fundit. Ju falenderoj shumë dhe shpresoj që shihemi në premierë, po pse jo edhe në Kosovë ju presim me filmin. Ju pres në premierën e filmit, faleminderit për hapësirën. Faleminderit edhe juve, çdo të mirë. Shikues të dashur, ishte kjo edhe intervista me producentin e famshëm, regjisorin këtë rast, Aurel Naçi, me të cilin folëm për çmimin për filmin shqiptar. Në fakt, Aroma e Trëndafirit të Koç, i cili ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm me gjithsej 13 çmime nëpër festivale ndërkombëtare. Faleminderit edhe juve që keni qenë me neve gjatë gjithsaj kohe nga unë Diora Mirbeçi.